Kjo ishte përmbledhja e profilit tënd. Atëherë, si erdhi propozimi, gjithë historia, si u realizua kjo vepër? Kush ta propozoi? Atëherë, do ta them, do ta theksoj. Si ide kjo ka nisur shumë kohë para. Ka nisur thuajse 4-5 vjet para si ide dhe ka qenë totalisht ide e profesor Timos. Ai ka qenë Timo Flok. Ai ka qenë iniciatori dhe si thua më ka dhënë gjithmonë atë shtysën që duhet ta bësh, duhet një gjë shumë e rëndësishme në karrierën tënde, duke qenë edhe e re karriera ime artistike. Dhe është konkretizuar ka një vit që po punoj realisht për skulpturën, kam bërë disa bocete, skica, edhe vetëm në ditën e vdekjes, një vjetorin e vdekjes Zotit Ismail, në një korrik, atëherë profesor Timo ndërmori hapin, takoi disa miq të Zotit Ismail, Bujar Hudrin, Zotin Behar Male dhe Skënder Bradej, që falenderoj sinqerisht shumë, ka qenë thuajse pjesë e studios çdo javë. Edhe 3 iniciatorët kryesorë. Ti kishe parë Kadaren aty të ulur në kafe, kishe pasur rast të takoje vetë? E kam takuar disa herë. Ai ka qenë kafja ikonike e tij dhe ai ka qenë pozicioni, kush ka vajtur ka parë me atë kafe në krah? Ajo ka qenë kafja ikonike, bines unë kam pasur fatin kur u bëra me fëmijë, profesor Timo më dhuroi edhe këtu kam pasur fatin, ka firmosur, më ka dhënë firmën e tij dhe ka bërë dedikim për djalin. Nga Ismaili. E ke me dedikimin? Me dedikimin, personal të tij, sa bukur, shumë bukur. Edhe ajo ka qenë era fundit që kam takuar në maj. Dihet që ishte i plakur, edhe kjo ka qenë biles kur bëra skicën përfundimtare, atë të ulur në karrikët, ne kemi menduar disa variante në fakt, qoftë relief, qoftë portret, po u konkretizuat ajo figura e ulur. Kemi dashur të japim një mesazh me atë tavolinën, kafja. Kështu që boceti ishte pak më i plakur, siç e thash, mosh, por ne menduam do ishte më mirë se ai është një shkrimtar që nuk do vdesë kurrë. Bukur e ke realizuar, se është një portret që e njohim të gjithë shumë mirë dhe të gjithë janë në gjendje të kuptojnë se sa origjinal e ke bërë. Është komplet të Kadareja, komplet. Realizuar është masa bukur. Cila ishte komenti Elena Kadares kur e pa? Unë e kam takuar bashkë me Zotin Skënder Brataj, thuaj se 3-4 ditë para se të montohet skulptura. Janë shumë miq, po. Janë shumë miq edhe ajo më ka thënë duket sikur është gjallë dhe ka qenë komenti më i bukur. Ke bërë një punë të shkëlqyer. Jam munduar përveç karakterit, portretit, ketë pak edhe të fizionominë e tij, qëndrimin, atë kryelartësinë e tij, si thuash, forcën e mendimit që ai kishte. Jam munduar ta kap karakter dhe si lëvizje. Edhe besoj se kam arritur, se shumë njerëz më thonë na kujton Kadaren, qoftë edhe mënyra si i the këmbën. Do me thënë, në portret pak që ne shohim në detaje këtu në ekran, është jashtëzakonisht origjinal. Do me thënë, e ke kapur karakterin e tij shumë bukur. Kështu që përgëzime pafund, duhet kesh marrë përgëzime shumë nga të gjithë, nga kolegët, besoj, du ta kem vlerësuar të gjithë të punë tënde. Opinionet ka qenë shumë mira. Dhe të mendosh që ajo do të jetë një vepër që do të mbetet aty për gjithmonë. Po. Ai është një figurë e pavdekshme, si e thash, kështu që atë kam dashur dhe me këtë vepër. Bukur. Mirë, për ta njohur pak Henrin më shumë, ne kemi shkuar në studion e tij me kamerën tonë për të parë se ku punon. Skulptorët nuk janë të shumt, kam përshtypjen në Shqipëri. Është një art është shumë i vështirë si formë arti dhe për këtë arsye preferohet më pak ose zgjidhet më pak. Besoj që djemt janë kryesisht ata që e lëvrojnë. Duhet ketë shumë pak në mos ndoshta s'ka fare vajza. Ka dhe femra, po është një punë fizike, skulptura në vetvete. Se kërkon fuqi fizike shumë. Është një nga zhanret më të vështirë të artit figurativ, kështu që kërkon vërtet punë fizike. Sidomos kur ke të bësh me figura të mëdha. Zakonisht vajzat punojnë, po zakonisht punojnë me nuk dua ta them këtë. Me materiale ndoshta të tjera. Me njëta materiale, po kur janë figura të mëdha, jo se si bëjnë dot vajzat, po është një proces derdhja në allçi, është një proces mekanik, po thuajse pedagogu im Arben Baja thoshte që jemi edhe artistë edhe tullaxhi, ose edhe me fjalë është proces i vështirë. Është lloj profesionit, do duhet i bëni edhe ato pjesën e materialeve, pjesa teknike le të themi, jo përveç pjesës kreative, pjesa e realizimit pastaj. Le të shohim insertin që kemi përgatitur dhe kthehemi në studio.
Përshëndetje, mirë se keni ardhur në studion time. Atëherë ky është ambienti ku marrin formë idetë e mia. Ky është ambienti ku unë kaloj një pjesë konsiderueshme ditës. Dhe ky është edhe ambienti që është realizuar figura e Ismail Kadares. Aktualisht po merrem me një bocet figurë natyrale femërore, duke qenë që më pëlqen figura njerëzore. Modeli zakonisht është pjesë e studios time, kështu që kjo është një figurë e ulur, të cilën mbasi të realizoj bocetin, mendoj ta bëj ndoshta përmas natyrale, ta zmadhoj. Këto janë dy figura që unë i kam bërë së fundmi. Atëherë ky është një kal i cili është pjesë e një koleksioni privat, dhe këtu kam bërë një centaur, cilin kam menduar t'i vë përballë njëri tjetrit, se jo për t'i ekspozuar diku. Këtu është koka një gjirafe, është pjesë e një projekti që kam pasur dy figura gjirafe të vendosur përballë njëra tjetrës. Kjo është një skulptur, është një kalq, të cilën unë e kam bërë gjatë kohëve të studimit në Akademinë e Arteve, po ta shikoni këtu është torsi i kalit. Atëherë ky është çmontuar sepse është derdhur në bronz, edhe kam dashur të tregoj edhe procesin si pritet. Këtu kemi një figurë religioni, e cila është vendosur në Ballç. Atëherë ky është Deder Reshat Bardhi, është një figurë shumë e dashur për mua, e konsideroj një punë të mirë timen, edhe shpëlqyer shumë. Kështu që ka qenë kënaqësi vërtet që nga punuar disa figura religioni. Një ndër to është edhe Imam Aliu edhe Haxhi Bektashi, të cilat janë figura thuajse 3 metra dhe janë vendosura në Elbasan. Pjesa tjetër të ekspozuara janë portrete. Portrete të afërmish, porosi, miq. Më pëlqen kohën e lirë ta kaloj zakonisht duke punuar portrete. Janë një pjesë që e dua. Këtu është një portret i Erben Bajës. Unë kam pasur fatin, kam qenë student i Erben Bajës, edhe si thua kam qenë asistent i tij, dhe këtë portret e kam punuar. Sa bukur kjo studio plot me vepra arti, aty mësua më shumë për aktivitetin tënd. Është studio e vogël, po është ambienti ku unë punoj për ditë. Bukur, bukur. Po ndërkohë kishe pasion edhe sportin, e voleybollit apo jo? Po, kam qenë një sportist, kam luajtur me shumë ekipe, si thash Partizani, karrierën time ka nisur me Farga Vole dhe është një pjesë e mirë kujtimeve të mia sporti, kështu që i ndërthur, vazhdon luan tani apo thjesht për hobi? Jo, tani për hobi, kur duhet të shplodhesh ndoshta nga ngarkesa e punës. Unë besoj që ai lloj profesioni që ti ke zgjedhur, sado i lodh shumë të jetë fizikisht, nga ana tjetër, nga ana emocionale duhet të jetë diçka shumë e bukur.